Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka raportuar disa ngjarje të ndodhura gjatë orëve të fundit, që përfshin aksidente rrugore dhe raste dhune në familje. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin LT, 20 vjeç, banues në fshatin Shëlqet, pasi në aksidentin krye Bushat Vaodeos, duke drejtuar automjetin e tij, i ka ndërprer rrugën një motomjeti. Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar lehtë drejtuesi i motomjetit, 62 vjeçare, si dhe pasagerja 59 vjeçare, e cila ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Malsinë e Madhe ndaluan një 30 vjeçar në Koplik, i dëshuar për ushtrim dhune psikologjike ndaj babait të tij. Po ashtu nisi procedimi penal për një 37 vjeçar nga fshati Bog, i cili dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes. Një tjetër aksident është regjistruar rreth orës 9:55 minuta në rrugën Pogej, ku një motomjet i pa identifikuar ka përplasur një këmbësor rreth 50 vjeç. I dëmtuari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, ndërsa drejtuesi i motomjetit është larguar nga vendngjarja. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.